kur e blen mallin me garancion. Mirë po, domthonë në shariatin islam shpjegohet kontratë e mirëmbajtjes, e cila është e bashkangjitur me kontratën e blerjes. A lejohet apo nuk lejohet? Kjo pothuajse pjesa dërmuese, nëse thonë gjithë të ekonomistave islam bashkëkohor, thonë se lejohet, për arsye se sado që e shtjellojmë edhe sado që shkon kjo, evolon kjo, nuk interpretohet më tepër se sa shitje me kusht. Ose blerje me kusht. Unë po e blej çet mall me kusht që më kujdes për to po nikut caktuar. Mirë, ama afron që të shërbim ti po. Mirë, tash që ky shërbim a hen në çmim të blerjes apo nuk hen apo çmimi rritet nëse e kërkojmë që të shërbim, nuk ka shumë rëndësi. Mirë po, më rëndësi është që nëse pronari i mallit ose firma e mallit që e ka prodhuar mallin, ta ofron këtë shërbim ty edhe e blen këtë mall, edhe për një kohë caktuar, për shembull garancioni 2 vjeçar ose 3 vjeçar ose 5 vjeçar, ata të përgjigjen në mirëmbajtjen e aparatit që po e blen ose pajisjes që po e blen, atëherë kjo konsiderohet blerje me kusht, e ky kusht nuk është kusht që bën ndesh me shariatin, as nuk është kusht që e dëmton njërin pal, janë kushte të lejuara që nëse e pranon pala tjetër, o kry domthon realizohet shit blerja në bazë të këtij kushti. Që do të thotë se pajisjet, aparaturat që blehen me garancion nuk kanë problem. Qoftë me çmimin e njëjtë, qoftë me çmim më të shtrejtë. Qysh me çmim më të shtrejtë? Për shembull, unë du me e blej një frigorifer i cili kushton 500 euro. A ka garancion? Po ka garancion. 2 vitet e para, për shembull ose vitin e parë, edhe pjesë ndrojmë, ndërsa 3 vite të tjera ose vitet e tjera në garancion që parashin vetëm puna. Po thjesht e bojmë punën edhe i rregullojmë defektet. Mirë, i njëjti çmim u kry. Mirë, një tjetër thot frigoriferi kushton 500 euro. Mirë, po nëse don me marrë edhe garancionin me to, atëherë garancioni kush domthon çmimi rritet në 550, nuk prish punë edhe këtu, domthon thjesht është çmim i pajisjes edhe aparatit që du me blej, mirë po bashkë me to, paket po më vinë edhe shërbimet të cilat me ofron, shitsin këtë rast, ose kompania e prodhimit. E që, nuk ka problem shariatik, nuk ka këtu. Qoftë nëse garanton me ndrimin e pjesëve, që prishen edhe dëmtuan, qoftë nëse garanton vetëm me rregullimin e defekteve, nuk është këtu domethënë shumë problem, të dyja këtu lejohen. Domethënë me i blej pajisjet me garancion. Edhe sot pjesa më e madhe e pajisjeve pothuajse blehen çet formë. Edhe në fakt kur don me blej dikush, domethënë pajisje që kushton, domethënë i afrohet 1000 e përpjet, automatikisht ka me pyet a ka garancion. S'ka garancion. Mirë, nëse s'ka garancion, automatikisht pothuajse tërhiqet gati prej pazarit. E kështu që nuk është problem kjo.